Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë ditë më parë kanë organizuar konferencën shkencore ndërkombëtare kushtuar jetës, veprës dhe trashëgimisë intelektuale e politike të presidentit historik të Kosovës, Ibrahim Rugova. Konferenca ka mbledhur studiues, akademik, shkrimtar dhe personalitete të jetës publike nga vendi dhe bota, ku kanë trajtuar dimensionin letrar, kulturor, politik dhe diplomatik të veprës së Rugovës, si një nga figurat më të rëndësishme të historisë moderne shqiptare. Në këtë prizëm, në emisionin Qyteti i Librave, është trajtuar dimensioni letrar dhe kritik i veprës së Dr. Ibrahim Rugovës. Akademik Sabri Hamiti ka theksuar se në fushën e kritikës, Ibrahim Rugova ka pasur një zhvillim në disa faza, i cili shtrihet në një periudhë rreth 2 decenje, duke filluar me librin e parë të botuar në vitin 1971, Prekje lirike, dhe duke përfunduar me veprën e fundit të kësaj periudhe, Refuzimi estetik, në vitin 1987. Krejt opusi i librave, që ka 5, që krijojnë një tërësi të kërkimeve ti kritike, se cila është një fazë e të menduarit ti. Libri par Prekje kritike e ka një mënyrë të leximit ku ka emocion brenda saj dhe është një tip i leximit specifik ku autori njësohet me përshtypjen e parë të leximit. Libri i dytë, ka teoria, është një fazë krejt tjetër e zhvillimit të teorive moderne të interpretimit letërsisë në një shkallë të papar të sistematizuar të kritika letrare shqipe, sepse po them, janë vitet kur përgjithsisht kritika letrare shqipe në Kosovë ka zhvillimin më të hapshëm. Mbas këtij përpunimi teorik, vjen libri historik për kritikën letrare shqipe, ka edhe premisa të kritikës letrare shqipe. Një trajtim shumë i dokumentuar, i vetmi i llojit të tij, që në të vërtetë është vazhdim i librit që e kam bërë unë bashkë me te, me 89-shit, kritika letrare, shënime, komente, etj. Nisma e librit të Ibrahim Rugovës është zhvilluar si një lloj historie e kritikës letrare shqipe, duke përfaqësuar një qasje të re në trajtimin dhe sistematizimin e mendimit kritik shqiptar, si dhe duke shënuar një etapë të rëndësishme në konsolidimin e kritikës letrare moderne në hapësirën shqiptare. Edhe libri Refuzimi estetik, që prap kalon në trajtimin e letërsisë shqipe nga aspekti teorik edhe studimi interpretues. Sido që tjetë, mbetet që libri për Bogdanin është libri më i njohur i Ibrahim Rugovës, sepse në të ai përdor të gjithë dashunin e leximit të parë, të gjithë argumentimin teorik të interpretimit të një libri të madh, Kryeveprat letërsisë shqipe, dhe për të i kësaj një tip i iluminimit personal në takim me paraardhësin e madh vetin, që unë e quaj një kritik tash ego faktikisht, në njësim i pa deklaruar me personalitetin, me veprimin, edhe me kulturën e tij, edhe me shqipjen e tij në nivelit konceptual, nivelit nol. Prandaj, ajo është një tip njësimi, edhe si person që mendon, edhe që ndihen, i ngjajshëm me Bogdanin. Domethënë, i ngjet
e jep vetë-vetën në analizën duke u bërë një me tjetrin. Dhe unë mendoj që pa tjetër që ka mbet libri ma njohur deri më sot i tij. Po në të vërtetë është një sistem ku hynë interpretimet, hynë teoretizimet, hynë të gjitha shkallët e nivelit më të lartë. Sigurisht është një nga kritik më të mirë të letërsisë moderne shqipe dhe të asaj të përparshëm. Niset nga moderne, po ka lënë me kërkimet e letërsia vjetër. Pa dyshim një nga kritikët më të mirë shqiptar deri sot. Kontributi i Ibrahim Rrugovës në letërsi dhe kritik letrare konsiderohet ndër më të veçantit në kulturën shqiptare. Studiues, kritik dhe profesor universitar kanë vlerësuar rolin e tij në zhvillimin e mendimit kritik bashkëkohor shqiptar, duke theksuar qasjen moderne që ai solli në studimet letrare në Kosovë dhe me gjerë. Rrugova u dallua sidomos në fushën e kritikës letrare, përmes analizës teorike, interpretimit estetik dhe ndikimit të tij në mendimin letrar shqiptar. Rrugova bërë një kthes me veprat e tij, bërë një kthes në studimin dhe në kritikën letrare, jo vetëm në Kosovë, po në gjithë botën shqiptare. Ai ishte një njeri që qysh herët kishte lexuar për kritikën letrare, për studimin e letërsisë dhe ishte në rrjedhat e mirëfillta të studimit modern dhe studimit cilësor të letërsisë. Dhe kjo i ndihmoi që domethënë të krijojë një vizion, jo vetëm një vepër konkrete me interpretime të saktura që fillonte me prekje lirike, po pastaj merr një përmas tjetër me librin ka teoria dhe me libra tjerë strategjia kuptimit, ku dëshmohet se ai solli në botën tonë një mendim modern mbi studimin e letërsisë dhe mbi rëndësinë e tij. Pastaj janë edhe vepra tjera, punime tjera që dëshmojnë se ai e njihte letërsinë dhe ishte i lidhur me letërsinë. Nuk ishte rastet që ai shkruante dhe botonte për letërsinë, sigur që pastaj nuk ishte rastet që ju përkushtua dhe politikës. Do thotë, ishte njëri me një inteligjencë që dinte çka bante dhe dinte pse bante. Sidomos fushën e letërsisë dhe sidomos kritikës letrare është shumë i veçantë. Ai takon pothuajse brezit të tretë të kritikës letrare, sepse e bën një farë specifikimi edhe një orientimi të ka dhe premisa, duke nisur nga Veapshita, Hasan Mekuli, pastaj periudha Recep Qosja dhe të tjerët, dhe ai quan brezin e tretë, po themi kushtimisht, kur bëhet diferencimi i kritikës, e cila është më specifike dhe më specializuar. Dhe ai takon këtij brezi i cili vërtet ka sjellë risi, kulturën letrare dhe interpretimet letrare janë më specializuar dhe shumë më të fokusuar. Dhe për këtë nga secili tekst, qoftë teorik, qoftë në nivel të interpretimit dhe të analitikës, të veprës, koncept ky ose sintagmë me Rrugovës, ai ka dëshmuar njohuri të thella, të cilat pothuajse janë dëshmi e kërkimit të autokton radhë parë, pastaj edhe kërkimit dhe njohje të profileve të mëdha evropiane letrare, e mënyrë veçantë njohje shkollave dhe dijeve dhe teorive letrare të cilat ai ka sjell, sidomos në studimet të cilat janë në nivel të monografisë për veprën e Bogdanit, ka edhe premisat të kritikës letrare e tjera. Ibrahim Rrugova, si studius dietar i kritikës letrare dhe letërsisë, sigurisht që e ka vendin e tij të posaçëm, madje u vërtetua edhe sot në gjithë këto komtesat që u dhanë nga dietar dhe studius të letërsisë. Do të thotë vendi i tij është, edhe pse varësisht prej kohrave, është mundu
emri i tij është mundu të minimizohet, mirë po ka ndodhur pikërisht e kundërta ku sot, nga perspektiva e sotit, siç e vërtetuan edhe disa kumtesa, treguan që është një ndër personazhet ndoshta edhe kryesore në këtë fushë. Ibrahim Rugovën si kritik letrar mund flitet shumë për shkak se ai takon një brezi të viteve 70, pra kjo koha post-Rankoviciane dhe koha e autonomisë substanciale të Kosovës, kur fillon pak ka shumë letërsia të lirohet nga ai presioni i madh cilin e kishim pas më herët. Dhe është shumë interesante se ky që e Ibrahim Rugovës në letërsi fillon me një vepër kritike, kritiko-letrare, e cila quhet prekje lirike, ku ai e ka një, si me thonë, një modus shumë subjektivist qasjes ndaj letërsisë, që nuk ka qenë tipike në kohën e atëhershme, vazhdon me një teorikocentrizëm, me veprën e tij dytë ka teoria, ndërsa pas studimeve në Francë boton 2 vepra, strategjia e kuptimit edhe vepra e Bogdanit, me cilën tashmë është mjaft i njohur. Këto 2 vepra, siç i përmenda edhe në intervistat e mëvonshme, strategjia e kuptimit edhe vepra e Bogdanit, janë 2 vepra që vet ai dëshmon që e kanë një premisë në një farë forme jo vetëm teorike, po edhe e rezistuese ndaj ambientit. Për shembull, ai e përmend aty një koncept tek strategjia e kuptimit, një koncept polemik, strategjia negative, që në një farë forme i bën jehon pak a shumë një gjendje caktume politike dhe klim para demonstratave të vitit 81, që edhe është ndjenë në një farë forme në atë kohë. Nuk du me lidhë to shumë me ndoshta me aspektin politik ka qerët, por vetë Rugova në një farë forme ka një koncept për kritikën pas ardhjes nga Franca, një koncept për kritikën që ajo duhet me pas edhe një aspekt rezistus, jo ndoshta thjesht në nivelin politik, por nivelin edhe kulturor, edhe në atë, si me thonë, klimën kulturore të kohës. Akademik, studiues, kritik dhe profesor universitar e kanë paraqitur figurën e Ibrahim Rugovës në dimensione të ndryshme përmes kumtesave dhe analizave të tyre, duke trajtuar rolin dhe ndikimin e tij në jetën kulturore, letrare dhe intelektuale shqiptare. Në fokus të veçantë të këtyre trajtimeve ka qenë kontributi i tij në kritikën letrare, qasja teorike ndaj letërsisë, si dhe ndikimi që ai pati në mendimin kulturor dhe akademik në Kosovë. Jo e dini kush më përcjellën, ne kam një libër Rugovën që ka 3 botime, deri tash që ka qarkullon, tash mbas asaj unë shkruaj tash një studim. Ky ka qenë një rezime për 10 minuta ideve themelore. Biografia e tij, qysh e thet, sepse ai kur veç një herë ka folën, në vërtet ai flet 50 vjeç për veten, ka abstenu të flas për veten. Pikërisht është libri që sot autorin, një prej autorëve flet se për autorën e dytë dhe raportin me Ibrahim Rugovën. Kapitulli i fundit të këtij libri, portreti i Rugovës, është në këtë libër për herë të parë kur ai flet në mënyrë sistematike prej fëmijënie deri në atë kohë që i ka 50 vjet, kur veç është i konërzuar si pres politik edhe kulturor i shqiptarëve. Edhe unë kaloj masanej si kritik letrar, Ibrahimi si filozof, Ibrahimi si veprimtar, Ibrahimi si
të gjitha veprimtarit me një cilësim të shkurt, po atje zhvillohen argumentet, unë nuk kam mund të zhvilloj, edhe në fundit si liberator edhe prisi i popullit vet. Në këto janë segmente të formulative të kësaj. Jo e keni tekstin që ka e kam volë, nuk po të përflas, po në të vërtet është shikimi i fushave dhe natyrisht edhe cilësimi që e bëju në të fushave të ndryshme të veprimtarisë ti. Tema ime është rrugova kritika letrare e Kosovës. Në fakt, e para është, të më thonë, ka kuptim të dyfisht. E para është përfaqësimi i kritikës letrare përmes rrugovës, ku ajo shihet rrugova si figurë identitare dhe themelore, njëherë prej figurave kryesore të kritikës letrare të specializuar në Kosovë, sidomos nga vitet 70, 80 dhe në fund vitet 80 kur ai ka qenë aktiv në letërsi. Dhe e dyta, në mënyrë të veçantë, fokusin e rrugovës për kritikën letrare dhe kritikën letrare të Kosovës. Se si shkruan për kritikët tjerë. Ajo është pjesë e monografisë ka dhe premisat kritikës letrare, ku ai bën kodifikimin, historinë, orientimet, kahjet, bazat teorike mbi të cilat ndërtohet, dhe kështu që unë fokus kam mendimin kritik të rrugovës për kritikën letrare të Kosovës. Me që jo që i veçan nga kritika përgjithshme shqipe, por duke ditë që në këtë periudhë në Shqipëri pothuajse në përgjithësi ka qenë kritike në frymën e socrealizmit, këtu ka qenë më specifike dhe ka pas evolime të ndryshme për 3 dekada, prandaj janë fokusuar pikërisht te kritikët e Kosovës, se si interpreton rrugova dhe se si i nxjerr kahët dhe premisat mbi të cilat është ndërtuar dhe është formuar secili personalitet kritik deri në vitet, po themi, 80-85. Kumtesa ime është pikërisht nga dietari te ati themeltar. Do të thonë, e kam bërë një analizë diskursi në mediat gjermanisht folse, të cilat nga paraqitja e parë e Ibrahim Rrugovës në mediumet gjermane, se si është përshkruar, si është paraqitaj, dhe gjithë narrativa që u ndërtu deri në vitin 2006, do të thonë është ndarë në 4 etapa me teoritë të njohura të analizës kritike është bërë ky volum tem. Sigurisht fillimet apo etapa e parë, Ibrahim Rrugova paraqitet si dietari, shkrimtari, kritiku letrar, që me një që më ka bërë shumë përshtypje të rilexoj disa artikuj apo që besa dhe ishin të ri, kur të bëhet përshkrimi i pamjes së tij, që për mua nga perspektiva sotit e përshkruan një njeri të dijshëm, të kulturuar dhe që fliste në emër të shqiptarëve të Kosovës. Kam synuar të përqendrohem vetëm te puna e tij studimore, do të thotë puna e Ibrahim Rrugovës në rrafshin e kritikës letrare dhe në rrafshin e studimit letrar. Këtu besoj ka qenë puna dhe rëndësia e tij kryesore, derisa është marrë me këtë punë. Ai e kishte kapur qysh në fillim se vepra letrare është një krijesë e veçantë, është një strukturim gjuhësor, një shtjellim i gjuhës dhe përqendroi sidomos në tekstin e veprës letrare. Teksti ishte përbërësi kryesor, me të cilën ai mirrej dhe nga i cili nxirrte të gjitha përfundimet dhe të gjitha konceptet e tij për letërsinë dhe për kritikën letrare. Ky ishte një nga ato çështjet më të rëndësishme që kishte shkruar Ibrahimi, se unë kam ndetur e kam jetuar me të një kohë në Institutin Albanogjik dhe jo vetëm që kam njohur si njeri me një përgatitje domthonë shumë të lartë për letërsinë, por edhe kam lexuar kam qenë edhe recenzenti në një vepër të tij, kam lexuar me shumë kujdes dhe mendoj se
gjithë një mendimi ti do t'jetë i rëndësishëm edhe për sot, edhe për brezëtash. Në këtë kumtes, jo marrë specifikisht me veprën e Rugovës, veprën kritike, vepra e Bogdanit. E kam qujtë Bogdan në një farforme, për shkak se jo marrë shumë me, përveç se me veprën e Rugovës, me receptimin e saj, që nga viti i botimit në një farforme, me recensionet e para e deri tek në sinkronin, tash dhe më thonë në kohën tonë. Vepra e Bogdanit e Ibrahim Rugovës është një vepër jashtëzakonisht influencuese, muj me thonë, në aspektin e drejtimeve të kritikës letrare shqipe, për shkak se paradigma teorike e Rugovës në atë vepër është për herë të parë pothuajse post-strukturaliste. Poezon metoda me të cilën shërbehet Rugova është ajo e Bartit dhe specifikisht në veprën e tij Sad Fortier Loyola, e cila është sipas Jonathan Kallerit është faza kur Barti hyn pothuajse me një kom nga strukturalizmi në post-strukturalizëm dhe një tekst sipas konceptit tij ose tekste sipas konceptit tij të lexueshme, ai bën të shkrueshme. Pra arrin me lexu Loyolën, që ka qenë një shenjtor mistik kristian i shekullit të 16, më rrin Barti me lexu në aspektin thjesht estetik dhe në aspektin, siç e quajnë, të logotezës, pra si logotet krijues i gjuhës. Është jashtëzakonisht interesante se qysh Rugova në një farforme e merr dhe e përbrendson të njëjtën paradigmë në raport me Bogdanin. Pra një tekst që në thelbin e vet na mujna me quajt religjioz, doktrinar, Rugova dëshiron me lexu nën këtë paradigmë. Pra ati i del Bogdani kryesisht filozof, e admiron logjikën e Bogdanit, racionalitetin e tij sipas Rugovës, në mënyrën se qysh i shtjellon çështjet doktrinare, teologjike. Pra mesazhi teologjik të cilin e ka Bogdani në thelbin e vet, mesazhi funksional, teksti funksional te Rugova nuk është i rëndësishëm, por e rëndësishme bëhet mënyra se si ai argumenton, mënyra se si ai e ndërton argumentin, topika që i përdor, prandaj për Rugovën Bogdani, vepra e Bogdanit, Cuneus Prophetarum, e vitit 1685, konsiderohet një enciklopedi shqiptare, që paka shumë edhe mundemi me quajt ashtu. Merita ma e madhe e Ibrahim Rugovës për te i kësaj që e ka bo, dhe të metoda, risia e metodës, sepse aty e kombinon për pos metodës strukturale, post-strukturale dhe filologjike, ndikume prej Kurciusit edhe prej Likachovit, me poetikën e letërsisë së vjetë ruse, kombinimi i filologjisë me strukturalizmin dhe post-strukturalizmin është shumë interesant, por merita më e madhe është, si thash, aktualizimi i kësaj vepre. Ibrahim Rugova duhet të lexohet për kontributin e tij të rëndësishëm në letërsi dhe kritik letrare, ku solli risi në shkencën letrare shqiptare dhe një qasje moderne në interpretimin e veprës letrare. Studiues, kritik dhe profesor universitar kanë vlerësuar mendimin e tij kritik dhe ndikimin që pati në zhvillimin e kulturës shqiptare. Vlera e veprës së Rugovës mbetet e qëndrueshme dhe domethënëse edhe sot, duke e bërë atë një autor të rëndësishëm për tu studiuar dhe lexuar. Ka shumë arsye, një prej arsye është ai ka sjell pothuajse risi në shkencën letrare, referencat e tij, leximet e tij, interpretimet e tij. Natyrisht po të merresh me letërsinë shqipe dhe mos e kesh referencë
ndonjë model interpretimi, ndonjë referencë nga secila do prej vepra të Rugovës, duket si është e mangët dhe pa plotësuar, është një mozaik që duhet plotësohet. Prandaj është më rëndësi të lexohet edhe sot Rugova dhe duhet lexohet dhe lexohet. Është i pashmangshëm sidomos në studimet e specializuara, sepse prej kohës kur Rugova ka sjell themi risi në kritikën letrare shqipe, natyrisht ka avancuar kritika letrare shqipe, por prap kanë mbetë pothuajse njëjta ujëra, një pjesë e cila duhet të shfrytëzohet dhe të lexohet, edhe të shfrytëzohet për burimet literaturës, jo vetëm në universitete, por edhe në jetën akademike. Ibrahim Rugova, unë edhe në ushtrimet e mia që kam me studentët lanë të ndryshme, kam filluar të tafos në pjesë të kurrikulës. Arsyeja vetme është se ai para 30 e sa vitesh ka ditë ta drejtoj një popull dhe që ta kemi edhe ne guximin të mendojmë se ne do t'jem të pavarur. Është personi i historisë moderne të Kosovës, i cili e ka mbrit diçka që ndoshta nga prizmi i sotit duket totalisht i pa realizueshëm. Ka qenë udhëhec i urtë, udhëhec pa ushtri, pa gjyqësor, pa polici, dhe një popull i tërë ka bërë atë që ai na ka shtru rrugën. Sot ke punime, vepra rreth letërsisë dhe rreth kritikës letrare që nuk heqin pesh shumë. Janë fryti një pune të sipërfaqshme, domethënë një pune të rastit ose një pune të bërë jo me një përkushtim si duhet, edhe pa një dijet mirëfillt. Nëse dikush i lexon 2 libra për kritikën letrare dhe uli të shkruaj një tret, është diçka tjetër. Nëse për shembull, sikur e thamë në kumtesë e Ibrahimit qysh në moshën e re kishte lexuar vepra të rëndësishme teorike dhe kritike të letërsisë dhe ishte këtë natyrshme dhe arsyeshme që priteshe prej tij vepra të një cilësie, për të një nivelit të tillë, domethënë të një rrafshit të tillë. Prandaj edhe kur ka teoria që sot për shembull ende mund të jetë aktuale shumë, ose vepra Bogdanit, ose refuzimi estetik, ose strategjia kuptimit, ai kërkon diçka që sot kritikët nuk e kanë të huaj, si të thëmë të drejtën. Edhe pse ato që i shlonte Ibrahimi janë çështje të rëndësishme që i ka mësuar prej autorët mëdhej. Shikon, ne nuk është se dijen na pik dijen nga lart. Ne duhet ta mësojmë edhe mësojmë dijen nga librat. Por a dihet që yni ma thoshte, unë jam krymbi librave. Domethënë, unë rri aty mbrana librit. Edhe ai ishte i tillë. Ibrahim Rugova mund të lexohet edhe si aspektin e historisë kritikës letrare dhe mënyrës se çysh kritika letrare ka evoluar dhe ka procedu, por është shumë interesante, unë besoj, të lexohet Rugova në kontekstin e vetë, se si ai në një farë forme e përbrendson një topos të si me qujt të komunikimit me vepra të cilat herë para, zi me thonë, për herë të parë, komunikojnë me publikun. Mënyra se qysh Rugova e ndërton këtë komunikim, pa ndonjë agonistik vrazh, por gjithmonë me dëshirën që letërsia me fol vetë, përmes tekstit ti, qysh nga prekit i rritje dhe deri tek refuzimi estetik, është një prej meritave, por edhe një prej shtysave që mundet me na bo me lexu edhe sot Rugovën. Nuk po ndalem ndoshta në vepra të veçanta, sepse do të merrte shumë kohë, por vlera e tij është
e qëndësishme edhe e qëndrueshme, muj me thonë prej një aspektit profesional edhe sot. Përveç veprimtarisë së tij profesionale dhe shkencore, Ibrahim Rugova kujtohet edhe si një njeri i urtë, i qetë dhe jashtëzakonisht i sjellshëm. Studiues e profesorë universitar të cilët patëm fatin ta njohin dhe të punojnë me të nga afër, kanë vlerësuar kulturën e tij të lartë, dijen dhe përkushtimin e madh që kishte ndaj letërsisë, dijes dhe shoqërisë. Ai la përshtypjen e një personaliteti të matur e njerëzor, që respektoi jo vetëm për veprën, por edhe për karakterin e tij. Unë e kam pas fatin dhe nderin të punoj për Ibrahim Rugovën dhe me idenë e tij për Republikën e Kosovës. Mu që më ka bërë shumë përshtypje, unë isha atëherë në moshë relativisht të re dhe fillova të përkthej fillimisht lajmet në gjuhën gjermane dhe që më ka bërë shumë përshtypje të aj, mirë po edhe të tjerë që ishin aty përrët, që ishin shumë përkras të gjeneratave të reja. Dise na jepnin ndjenjen që ne jem të rëndësishëm, ne jem e ardhmja e Republikës tonë. Është ky mësim, cilin e ka marrë nga Ibrahim Rugova e shumë të tjera aty, po sidomos nga ai, dhe mundohem të përcjell edhe tek gjeneratat e reja, o të student, o të fëmijët e mi. Ka qenë një njeri shumë i urtë, shumë i dashur, edhe mbi të gjitha ai kur në bisedat private që kemi pasur pas here, ai domethënë kur nuk ka qenë hakmarrës apo nervozat e kohës që ishin, i shprehnim edhe me të, mirë po ai gjithmonë mundohej ta gjej të mirën tek njerëzit, tek ata persona apo te ajo situatë ku të jep të shpresën që bëhet më mirë. Ibrahimi ka qenë një njeri i urtë, një njeri i sjellshëm, një njeri i ditur, i qetë, skajshmërisht i qetë, ka ditur ta pranojë edhe një mendim që nuk i ka pëlqyer atij, por ka kërkuar që edhe ai mendimi i tij të përfillet. Është e rëndësishme se edhe në jetë, edhe në punimet e tij, e kam thonë edhe në kontestë, ai nuk i ka prerë gjërat, sigur i bëjmë na zakonisht, domethënë unë mendoj kështu dhe s'ka ndryshe. Jo. Letërsi, ai që mendon kështu dhe shkruan kështu, domethënë nuk ka të ardhme, nuk ka as të tashme, as të ardhme. Ibrahimi ishte një njeri që e dinte se letërsia është artë dhe se rreth saj mund të thohen në mënyra të ndryshme dhe këtë dëshmonte edhe me sjelljen e jetë. Ishte me të vërtet një njeri që rrije me te me shumë qef. Unë kom ndajtur sa herë me te dhe asnjëherë nuk i kemi mbaruar ato muhabetet rreth letërsisë. Si përfundim, kontributi i Ibrahim Rugovës në fushën e letërsisë dhe kritikës letrare mbetet ndër më të rëndësishmit në kulturën shqiptare. Përmes veprës dhe mendimit të tij kritik, ai solli një qasje moderne në studimet letrare dhe ndikoi në zhvillimin e mendimit kritik bashkohor shqiptar. Vlerësimet e studiuesve dhe profesorëve universitar dëshmojnë se Rugova la gjurmë të qëndrueshme në kritikën letrare shqipe, duke mbetur një referencë e rëndësishme për studimin dhe interpretimin e letërsisë shqiptare.